ka pat një skenar për ta shndruar Partinë Demokratike në një le të themi organizat që nuk do ta kishte më fuqinë për të mundësuar një rotacion politik në Shqipëri. Ka qenë një përpjekje sponsorizuar, ka qenë një komplot i madh kundër Partisë Demokratike dhe po e them jo për konspiracion këtë, po ka pasur një përpjekje të madhe për ta eliminuar Partinë Demokratike nga pikërisht nga të qenurit faktori më i rëndësishëm që mund mundësoj një rotacion politik në Shqipëri. Partia Demokratike ende pas këtyre zgjedhjeve mbetet e vetmja organizat politike që që ka fuqinë për të mundësuar një rotacion, çka është edhe nevoja dhe interesi primar i qytetarëve shqiptar. Pra, në këtë kuptim, Partia Demokratike ja doli të mbijetonte. Ja doli të mbijetonte agresionit dhe tashmë unë mendoj që pavarësisht se çfarë thuhet, ajo është gati për të futur në një le të themi etapë tjetër, çka është opozitarizmi i vërtet. Sepse gjatë gjithë kohës për 4 vjet s'ka bërë opozit. Është marrë me veten. Po si mund bëj opozit kur është në një gjendje që shumica e demokratëve tashmë janë zemërthyer, janë të mërzitur, pjesa më e madhe besoj do ketë një val tjetër largimesh. Si mund të rindërtohet Partia Demokratike kur është në një situatë katastrofike, po themi, duke u bazuar në rezultat? Kjo është domethënë konstatim me vend, por Partia Demokratike nuk është, le të themi, një organizat e cila do ketë këtë lloj situate gjatë gjithë kohës. Unë të garantoj që sapo kanë mbaruar zgjedhjet, shumë shpejt do të ndryshojnë shumë raporte. Partia Demokratike do të bëj reformat që duhet të bëj. Keni informacion për këtë apo keni? Jo, e kam me deduksion. Domethënë, për mua ky është momenti ku Partia Demokratike do të hyjë në lojë. Deri tani nuk ka qenë lojë, pavarësisht se çfarë thuhet. Nuk ka qenë lojë, ka qenë lojë për mbijetesë. Tani më do hyjë në lojë. Se sa do ja dali kjo duhet parë. Por unë di të them që këto zgjedhje nuk ja dolën ta eliminonin Partinë Demokratike dhe këtë du ta them shpesh sepse për mua ky ka qenë objektivi kryesor.